يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe kerejtë muslimanëve që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar. Ne sot të ndryshojmë temën për asaj të kaluarës, edhe këtu do të flasmi tani, do të fillojmë të flasmi për një ditë që njihet dita më e mira si ditë e krejt javës. Një ditë në të cilën ditë ka filluar krijimi i njerëzimit. Një ditë në të cilën Allahu Azza wa Jall e krijoi baban e njerëzimit, Ademin alayhis salam. Ditë të cilën Allahu Azza wa Jall e shtini mu në këtë ditë baban e njerëzimit në xhennet, dhe në të njëjtën ditë edhe nxjerri. Për në ditë që ka fillu njerëzimi, krijimi i njerëzimit është ajo ditë, për rëndësinë e saj, vlerën e saj, pozitën e saj tek Allahu Azza wa Jall, dhe çfarë roli lum kjo ditë në Islam, do të fillojnë sot me lejen e Allahut Azza wa Jall. E cila është ajo? Ajo është dita e xhumë. Dita që neve na ka mbledhur sot, na ka bën këtë së bashku, që ndoshta disa figura ndoshta si kemi pa një javë të tërë, ndoshta edhe më shumë, e sot u kjo ditë që neve na bashkoi me ta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një hadith që e sjell Imam Muslimi dhe të tjerë. Tha pejgamberi khayru yawmin tala'at alayhi shamsu yawmul jum'ah. Dita më e mira, në të cilën ditë ka lindë dielli, është dita e xhumë. Dita më e mira në të cilën ka lindur dielli është dita e xhumë. Fihi khuliqa Adam. Në ditë xhumaje Allahu Azza wa Jall e krijoi Ademin alayhis salam. Wa fihi udkhila al-janna. Në ditë xhumaje Allahu Azza wa Jall e shtini Ademin alayhis salam xhennet. Në ditën e xhumë, wa fihi ukhrija minha, edhe në ditën e xhumë edhe e nxjerri Ademin prej xhennetit për shkak një mëkati të vogël që bëri, e nxjerri prej xhennetit. Wala taqumu as-sa'a illa fi yawmil jum'a, edhe kiameti, tha pejgamberi alayhis salam, edhe dita e kiametit do të ndodh vetëm ditën e xhumë. Veç në ditën e xhumë do të fillon kiameti. Dita e kiametit në ditën e xhumë. Por nga që kjo e vrena se sa e rëndësishme, sa vlerë, sa e mirë është kjo ditë që quhet dita e xhumë. Tha pejgamberi sa një hadith tjetër që e sjellë Abu Davudi, Nesaiu dhe të tjerë, hadithi është autentik, siç tha Sheikhul Albani dhe të tjerë. Tha inna min afdali ayyamikum yawmul jum'ah. O ju njerëz, tha pejgamberi sa, dita më e mira për juve është dita e xhumë. Fihi khuliqa Adam. Në ditë xhumaje Allahu Azza wa Jall e krijoi Ademin. Wa fihi qubid. Edhe në ditë xhumaje dhe vdiq Ademi alayhis salam. Allahu Azza wa Jall e bëri fillimin e njeriu të parë, njerëzimit, krejt baban e njerëzimit, me kon fillimi i tij në ditë xhumaje, por edhe fundi i tij vdekja në ditë xhumaje. Veç fillimi dhe fundi i jetës së tij neve na jep një mësim që na kur të vina në ditë xhumaje ta paramendojna veten tonë mos rastisht kjo si me qenë ditë e fundit për neve, se babai jonë i njerëzimit ai
Po që Zoti e krijon ditë xhumoje, por edhe shpirtin e tij ja mori ditën e xhumoje. Vazhdon hadithin, "Wa fihi nafkhatu wa fihi saq." Tha pejgamberi selam, në ditën e xhumoje edhe do t'i fryhet buris meleku Israfil, që Allahu Azza wa Jall prej kur e ka kriju, e ja ka kriju edhe një buri. Ja ka kriju një buri të madh, edhe ai e mban burinë në dorën e tij. Por kur Allahu Azza wa Jall t'i jep leje urdhër për me ndodh kiameti i fryhet buris. Edhe ky melek fryrjen, tha pejgamberi alayhis salam, e ban në ditën e xhumoje. Edhe atu pastaj ju vjen njerëzve shkatrimi në ditën e xhumoje. Kështu tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Do t'i përmend disa prej fadileteve, prej vlerave që ka dita e xhumoje. Prej tyne është ditë që e përmend edhe në fillim, është ditë bashkimi. Ditë që Allahu Azza wa Jall i bashkon muslimanët. Që kësi lloj dite e që në fakt tek ne quhet edhe lloj feste. Dita e xhumoje, lloj feste për muslimanët. Kur një prej gëzimeve në festat e tjera në bajrame, një prej gëzimeve është që takohesh me njerëzit më të afërmit të tu që ndoshta nuk je taku me kohë të gjatë. Edhe ditja e xhumoje e ka këtë, që ju takon me njerëzit që nuk je taku kohë të gjatë. E që këtë veçuri që mu taku në ditë xhumoje, umetet e mëhershme se kanë pasur. Jemi umeti i vetëm, umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e ka këtë veçuri. Allahu Azza wa Jall na bëri me shenjë për këtë tubim që na kemi bërë sot. Na bëri me shenjë në Kur'an kur tha: "Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'." Tha Allahu Azza wa Jall, o ju që keni besuar, në ditën e xhumoje, kur të thirret ezani për me shku në xhami me fol xhumon, tha shkoni në xhami për me fol namazin e xhumos. Wa dharul bay', edhe lani tregtin, lani punën. Kështu tha Allahu Azza wa Jall, lani punën ditën e xhumoje, nuk do të ditën krejt. Në momentin kur thirret ezani për xhumoje, çka të punojshin në çato momente? Vallahi puna jote është përzi, edhe pse ke qenë të punu në halal. Por puna jote u përzi me haram. Fitimi jote u përzi me haram. Sepse Allahu tha leje tregtin, edhe nëse nisanin e më të voglin e ke një dyqan, edhe nisanin e më të voglin nga nisi e zoni u thërë për me orë në xhami, koha për me orë në xhami, ndërsa personi, ai që ka një lokal, një dyqan, hajtë edhe që dhe pak po shes. Qaj edhe po kiti, ose po shes, s'vjen xhami heq, të me ka tjetër, por veç pse ka bot tregeti në kohën këtu, llogaritë që ka përzi halalin e ti me haram. Allahu Azza wa Jall tha, o ju njerëz, kur të thirret, o ju besimtar, o ju që keni besu Zotin, kur thirret ezani për ditën e xhumoje, tha shkoni atë në xhami me njëherë, lënë shit blerjen, lënë tregtin, lënë punën. Tha Allahu Azza wa Jall, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Po ju nëse jeni që dini, nëse jeni që mendoni dhe logjikani dhe që i kuptoni senet, kjo thash më e mirë për juve. Kështu tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Por kjo tregon për vlerën e madhe, pozitën e madhe të kësaj dite. Vlerën e madhe të asaj që ju keni ardhur këtu në xhami për të ndëgju ligjerimin e hoxhës dhe pasaj për të folur namazin. Kjo tregon për vlerën, me çtim me ilan edhe punën tënde, që ndoshta dikush e ka punën në obligim, se e ka patjetër me mbajt familjen e tij. E ata që kanë obligim, Allahu po thot edhe obligim çka ti ke leje, se obligimin tan që je të kry ndoshta në halal e ke bër haram. Pastaj kjo ditë xhumoje, vlera asaj tjetër është na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam, është ditë që ti nëse vjen me fal namazin e xhumos, edhe hec që janë rregullat për derisa të përfundon namazi i xhumos, tha pejgamberi alayhis salam, është edhe një shpërblim tjetër. Cili është ai? Tha të falen mëkatet e tani javës tonë çka ke bën. S'kem nevojë na për më shkute hoxha ose për më shkute sikur që shebojnë ata të kristët tek prifti i tyre, hajde ti laj mëkatet, jo. Na kem Allahun Azza wa Jall, na ka lënë një derë të hapur, e ajo është dita e xhumos.
vjen ditë gjumaje, e fol që shdojt namazin e gjumos, e ndëgjën hoxhën pa, bon të lashe që dhe për këtë ka me fol këti vjerendi, pa bon zhurëm edhe këtu, edhe tha pejgamberi të falën mëkatet e javës krejt. Sikur që shë përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e sjellli Imam Muslimi, kur tha pejgamberi as-salavatul khams, tha namazit dhe namaz, ti falin dhe mëkate, wal jum'atu ila al-jum'a, edhe gjumoja ndej gjumoh, ti falin mëkate të vogla tjerat, çka s'ken mujt mu të falë mes namazeve, wa Ramadan ila Ramadan, edhe Ramazani agjerimi mujt Ramazanit, prej vitit në vit, edhe ai ti falë, tha, mukeffirat ma bejnehunne idhe qtenebel kebair, këto thët janë që ti falin mëkate çka i keni bërë në mes tyre, pra mes javës, çka ke bën mëkate të falen veç nëse vjen për ta falur namazin e gjumos, dhe me ju përpish me mbajt kushtet çka kërkohet, tha pejgamberi, veç nëse i largoheni mëkateve të mëdha, për çka ka mëkate të vogla, të falen veç pse ke ardhur me fal namazin e gjumos. Pastaj prej vlerave tjera të kësaj dite si ditë gjumos, është edhe ajo se ju që i falni 5 vaktet, ne që i falmi 5 vaktet. Tha pejgamberi alayhis salam, a dini se cili është namazi më i miri i krejt namazeve? Namazi më i miri i krejt namazeve dhe i krejt me sunete, me farze, me nafile, me krejt. A dini cili është? Këto na tregoi pejgamberi alayhis salatu wassalam kur tha: Inna afdal as-salawati 'inda Allahi salatu subhi yawmul jumu'a fi jama'atin. Namazi më i miri në mesin e krejt namazeve çka ti fal, është namazi i sabahit në xhami në ditën e xumah. Namazi i sabahut, farzi, namazi i sabahut në xhami në ditën e xumah është namazi më i miri. Apo e vreni se si Allahu e veçoi këtë ditë, me ta bëjë aty që një namaz përveç namazit të xumahit që i ka ato shpërblime, por dhe namazi i sabahit, namazi më i miri i krejt javës, çka falet së vitit krejt, nëse don me llogarit cili është më i miri namaz, namazi i sabahut me xhamat në xhami në ditën e xumah, dhe hadithi tonë ka sjell Ebu Nuaimi edhe al-Bejhaqiu, ndërsa Sheikhul Albani ka thënë hadithi është autentik. Prej tyne, dita xumaje ka një çast që Allahu Azza wa Jall po ju lutet Allahut. Nuk lën dua që Allahu pa ta pranuar ty, është ky çast në ditën e xumah. A ka ndonjëri prej neve që nuk ka diçka që po i mungon atij? Nuk ka. A ka diçka që në njëri që se mundon diçka? Nuk ka. Kështu që është qasti, rasti më i vëlliqmi, më i miri për neve që me zgjedh në ditën e xumah, edhe me lut qatë qast, në qatë raste, o Zot i madh, kam nevojë për qiton dhe për qiton. Tha pejgamberi, ka në ditën e xumah një rast, një qast, do momente që Allahu Azza wa Jall robit të tij nuk ja kthen duan. Pastaj shfrytëzoje, prandaj ti shfrytëzoje këtë rast ditën e xumah, lutë Allahun për çata që ty po të mungon. Kjo dhe e dyta tregon vlerën e madhe të ditës së xumah. Cili është ky rast? Disa prej dietarëve thanë se ky rasti është prej momentit kur hoxha hyp në hutbe. Disa të tjerë thanë momenti kur hoxha zberet ulet në mes të dy hutbeve, por ato që unë po e përmendin hadith, nështë kjo është më afërta. Rasti krejt xumaja është rasti i vëllitshëm. Por edhe henez më i vëllishmi për ta lutur Allahun, në më të përgjigj, është prej kur ta falni ikindin në ditën e xumah, derisa të perëndon dielli. Derisa të perëndon, kjo është koha më e vëllishmja që ti me lut Allahun, dhe janë qaste që pejgamberi tha në hadithin që e sjellë Abu Davudi në Saiu dhe të tjerë, dhe hadith është autentik i vërtet. Tha pejgamberi alsam, yaumul jumu'a 12 sa'a. O ju njerëz, tha pejgamberi, dita xumah i ka 12 orë të vlefshme shumë. Pra 12 orë në ki pozitën edhe e ki rastin, qastin për ta lutur Allahun Azza wa Jall. La yujad fiha 'abdu muslimin yas'alu Allah Azza wa Jall shay'an illa atahu iyah. Tha në mesin e këtyre 12 orëve të ditës së xumah, nuk ka ndaj muslimani që i kërkon Allahut Azza wa Jall e që Allahu mos t'i përgjigjet atij. E cili është rasti më i miri?
tha pejgamberi këtë hadith, faltamisuha akhir sa'atin ba'da salati al-asr, por çosti më i miri për këto që po flasim, tha pejgamberi, është në momentet e fundit pas ikindis. Por shfrytëzoj rastin, kësi rastit veçantë, që ti çka ta lutsh Allahun, Allahu më të përgjigj, a kemi në i ditë tjetër, jashtë në Ramazan, po flasmi për natë kadrit, jashtë në kësajna, a kemi në i ditë më të vleshme, edhe që ka këtë pozit, edhe këtë vlerë që ty Allahu më të përgjigj, çka do që ti kërkon Allahut Azza wa Jall. Pra nuk kemi, që ka dita e gjumo, edhe ato rasti ma i vëleshmi mës me zgjot, mas ikindis dhe në aksham, çka ta lutsh Allahun Azza wa Jall, Allahu të përgjigjet. Kjo tregon për vlerën e madhe të ditës së gjumo. Veç edhe një prej vlerave tjera të mbetin për herave tjera po e përmendi, është një rast që disa dietarë kanë përmendur ku mbështet në hadith. E që për hadithin është apo s'është autentik janë dy fjalë. Ajo është se nëse njeriu i rastis me vdekën ditën e gjumo, ose natën e gjumo, nëse i rastis me vdek, a dini cili është shpërblimi? Shpërblimi për të është që në varr ai njeri nuk do të ketë sprova, nuk do të sprovohet në varr. Atë kur t'i vinë mënkiri dhe nekiri, ata dy melek, edhe e pyesin kush është Zoti jot, kush është feja jote, kush është pejgamberi jot. E këtë sprova nuk i ka, e që janë sprovat më të mëdha që vinë pas vdekjes janë ato. E këtë sprova nuk i ka robi, nuk i ka njeriu, nëse ai vdes në ditën apo natën e gjumo. Çka tregon kjo? Kjo tregon për vlerën e madhe që ka nata apo dita e gjumo. Hadithin ta pejgamberim, ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a illa waqahu Allahu fitnat al-qabr. Tha nuk ka njeri, tha pejgamberi alayhis salam, që të vdes në ditën e gjumo ose natën e gjumo, vetëm se Allahu do ta mbrojë atë njeri prej sprovave të varrit. Na lusmi Allahun Azza wa Jall të na fal, na mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall prej gjumagjive të mirë, Allahu të na ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall që në hutbet e tona na ban këshill të dhojmë, e ata që i ndëgjojnë hutbet që Allahu Azza wa Jall t'i ban për hutbeve të përfitojnë. Na lusmi Allahun Azza wa Jall me njerëzit e mirë atje në xhenetën ata kanë, e muslimanëve ku do të bëjnë Allahu të ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.